Shikues të ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në hapësirën Newsline, nisi me lajmet, gjendet buzë lumit Devol, trupi 76 vjeçaris nga fshati Progrër, që ishte zhdukur që prej mëngjesit të djeshëm. Gruaja me probleme shëndetësore u gjetë mbytur pas një situate të rëndë në këtë fshat në 24 orët e fundit, por që sot është përmirësuar. Situate vështirë nga moti mbetet në bashkinë e Maliqit, ku disa fshatra janë në ujë. Vjosa mbetet në nivel kritik brenda zonës rrezikut, po monitorojnë prurjet që vijnë nga pjesa jugore, të cilat sipas emergjencave civile janë normalizuar. Pas kërkimeve intensive, prej ditës së djeshme është gjetur e pajet 76 vjeçaria nga fshati Progrër i Devolit, që ishte zhdukur prej mëngjesit të së premtes. E moshuara Floresha Hoxha, që vuante nga demenca, kishte humbur kontaktet me familjen pasi kishte dalë nga shtëpia, ndërsa për shkak të rreshjeve të shumta në fshat kishte përmbytje të mëdha. Mëngjesin e së shtunës është gjetur në anë të lumit trupi i pajeti gruas, që mund të konsiderohet viktima e parë e situatës së rëndë të motit të keq, që ka përfshirë vendin prej disa ditësh. Në këtë zonë të bashkisë Devol, situata mëngjesin e sotëm paraqitet më e qetë, pasi rreshjet e shiut kanë ndaluar. Pas 72 orësh në fshat nuk ka prani ujë, ndryshe nga një ditë më parë kur uji kishte pushtuar gjithë fshatin. Prurjet maksimale të lumit Devol në kaskadën e hidrocentralit të Moglicës kanë detyruar hapjen e portës së parë të emergjencës. Situata rënd nga moti në qarkun e Korçës është edhe në fshatrat Sheqeras, Orman dhe Pojan të bashkisë Maliq. Ka prani ujë në toka bujqësore dhe në disa banesa, edhe në Lumalas, Bulgarec, Shamol, Çiflig, Turan, Bloçisht e Sovjan. Në Sovjan janë evakuar 15 familje nga ekipet e emergjencave në terren, ndërsa fusha e Maliqit është e gjitha në ujë. Sipas prefekturës në Pogradec janë dëmtuar 50 banesa dhe 5 ura, ndërsa në të gjithë qarkun e Korçës janë 15 ura të dëmtuara. Në ditën e 4 të motit të rënduar me rreshje, niveli i lumit Vjosa paraqitet ende kritik, ku shënon kuotën 7.6 metra. Për 2 ditë me radhë, niveli në këtë lum ka qëndruar midis kuotës 7.8 dhe 8.3 metra, me ulje ngritje të vazhdueshme, por parën poshtë pikës së rrezikut. Strukturat e emergjencave civile po qëndrojnë në gatishmëri të plotë për gjatë gjithë vijës së lumit dhe urës së mifolit. 3 banesa pranë lumit Vjos vijojnë të jenë të rrethuara nga uji, ndërsa në ujë rezultojnë edhe disa toka bujqësore në Vosel. Banorët tregojnë se rreshjet kanë qenë intensive, duke pasur rrezik të shtuar për përmbytje. Po frika është burri dhe pse çaj jemi në frik. Frika dhe me do baktin, ata e kanë në përbaqja, atje ku ja mund tani po virullin, atje ja vodhen gjambo. Ne mbushur parcellat me ujë. Edhe ato do me gjuan, se kemi të mbjella. Po problem që mos ketë më probleme ai natura siç e vazhduan këtu me zavorin të ngrihet akoma shumë. Ka mbi 48 orë në nivelet maksimale. Se kam nga për vite ka ardhur dhe ka ikur. Sa tani Në suk të Roskovecit janë përmbytur panele diellore, toka bujqësore dhe sera si pasojë e vërshimit të Semanit. Lumi Seman ka kaluar pikën kritike, duke përmbytur toka edhe në zonën naftëmbajtëse në Belin. Nga të dhënat e Ministrisë së Mbrojtjes rezulton se janë rreth 110 hektar tokë me prezencë ujë në fshatrat Kaçisht, Çerven dhe Ferras, ndërsa nuk ka pasur evakuime të banorëve, por është punuar për largimin e ujit nga oborret e banesave. Si rrjedhoje erës së fortë që ka prekur qytetin e Vlorës janë rrëzuar disa pemë në varrezat e qytetit dhe për pasojë raportohen edhe disa varre të dëmtuara në zonë. Në qarkun Lezhë deri më tani llogariten rreth 220 hektar sipërfaqe në ujë, 90 hektar në Zejmen, 70 në Shënkoll dhe 60 hektar në Barbulloj, nga dëmtimi i argjinaturës në Tale, e cila tashmë është rregulluar. Nga Bashkia Lezhë bëhet e ditur se shtabet e emergjencave në njësitë Shënkoll, Kolsh dhe Zejmen janë në terren për verifikimin e dëmeve dhe për shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet në nevojë. Autoritetet thonë se puna do të vijojë deri në normalizimin e plotë të situatës. Gjykata e posaçme dënoi me 8 vite burg ish shefin e krimeve Dedan Gjoni, gjithashtu janë dhënë masa dhe për 5 persona të pandehurit, të cilët kanë qenë pjesë së njëjtës dosje hetimore. Ne do të jemi në këtë moment me kolegun Ervin Leka për të marrë të tjera detaje.
Ervin, të përshëndes, është sikundër thash 8 vite burg për i shefin e krimeve, megjithatë janë dhënë dënimet edhe për personat e tjerë të cilët janë pjesë e dosjes Metamorfoza. Çfarë mund na sjellësh sa i përket kësaj seance gjyqësore? Në total, gjykata e posaçme ka dënuar 6 persona, mes tyre edhe i shefin e krimeve në komisariatin numër 6 Dedan Gjoni, ndërsa personat e tjerë të dënuar janë Ismail Zeneli, i cili është dënuar me 10 vite heqje lirie dhe i cilësuar si kreu i kësaj organizate, por edhe për sa i përket sigurimit të kushteve për të vrarë pra 2 vëllezrit Nela që jetonin në zonën e Freskut, dhe nga komunikimet në Sky ECC ka rezultuar se komunikonte edhe me Dedan Gjonin atë kohë ka qenë pra pjesë e forcave të policisë së shtetit, ku ky fundit nxirrte informacion për lëvizjet e vëllezërve Nela dhe më pas ja jepte personave të tjerë që ishin organizuar për vrasjen e tyre për llogari të Ismail Zenelit, pasi dyshonte se vëllezërit Nela i kishin vrarë të vëllain në Britaninë e Madhe. Për sa i përket pra Ismail Zenelit, është dënuar me 10 vite duke përfituar edhe uljen e 1/3 së dënimit, për shkak se ky grup është gjykuar me gjykim të shkurtuar dhe të gjashve i është ulur 1/3 e dënimit. Konkretisht për Ardian Cena është dhënë 4 vite burg, ndërsa për Dedan Gjonin, i cili pra fillimisht është dënuar me 12 vite, por duke u pranuar gjykimi i shkurtuar dhe aplikimi i uljes së 1/3 së dënimit me 8 vite burgim dhe duhet t'i vuajë në një burg të sigurisë së lartë, po ashtu është edhe akuza që rëndon mbi të si grup i strukturuar kriminal, por edhe për trafik të lëndëve narkotike, për shkak se në komunikimet në Sky ECC në një episod rezulton se Dedan Gjoni ka qenë pjesë e një grupi që trafikoi lëndë narkotike kokain nga Amerika Latine në drejtim të Bashkimit Evropian. 2 persona të tjerë të dënuar, pra bëhet fjalë për Besmir Muratin dhe Albert Prengën, janë dhënë 8 vite burgim për trafik të lëndëve narkotike, por edhe për grup të strukturuar kriminal. Gjithçka është zbuluar nga zbërthimi i aplikacionit Sky ECC, ku janë zbardhur edhe bisedat mes i shefit të krimeve, por edhe pjesëtarëve të tjerë të këtij grupi kriminal, në total 6 për këtyre personave, ndërsa në ato kohë shpallën në kërkim edhe persona të tjerë dhe u quajt operacioni Metamorfoza 2, ndërsa në kërkim për këtë ngjarje është edhe djali i Erzem Berçanit, pra një tjetër personazh i kërkuar, por edhe Ervin Mata, i cili dyshohet se fshihet në Brazil, ku vetëm pak muaj më parë në këtë shtet, pra Brazili, ka shpallur edhe kërkimin e tij për llogaritë të shtetit shqiptar, dhe nga bisedat jo vetëm sigurimi i kushteve dhe tentativa për të vrarë vëllezërit Nela, por ka rezultuar edhe trafiku i sasive të konsiderueshme të lëndëve narkotike, gjithçka e zbërthyer nga aplikacioni Sky ECC që solli arrestimin dhe tashmë dënimin e këtij grupi kriminal. Ndërkohë pjesa tjetër e Metamorfoza 2 të arrestuarve të tjerë vijojnë hetimet për shkak se janë edhe rezultojnë të përfshirë në ngjarje të tjera kriminale, dhe gjykata pritet që në vijim të ketë edhe gjykimin e tyre, por edhe dënimin e personave që janë të përfshirë në këtë dosje hetimore. Mirë, Ervin, faleminderit për këto informacione. Vijojmë te pezullimi i zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga SPAK ka bërritur në gjykatën kushtetuese pas padisë paremëruar nga kryeministri Edi Rama. Padia kërkon shpalljen antikushtetuese të vendimit të gjykatës së posaçme dhe të SPAK si një ndërhyrje direkte në pushtetin ekzekutiv. Ajo kërkon gjithashtu pezullimin e menjëhershëm të vendimit të GKK-s për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres derisa të vendosë kushtetuesja. Gjykata kushtetuese ka pranuar padinë, e cila pritet të gjykohet brenda 10 ditësh, dhe relatori i saj do të jetë gjyqtari Sander Beci. Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese. Vetëm pak pas kësaj deklarate, kryeministri Edi Rama, siç jep të drejtë kushtetuta, dërgoi në gjykatën kushtetuese një padi kundër vendimit të gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyrat të numrit 2 të qeverisë, zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Padia e bërë në emër të qeverisë dhe jo emër personal të zëvendës kryeministres, kërkon shpalljen antikushtetuese së vendimit të gjykatës së posaçme dhe të SPAK, të cilin e quan një ndërhyrje direkte të drejtësisë në pushtetin ekzekutiv. Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës së krijuar ndërmjet kryeministrit dhe këshillit të ministrave nga njëra anë dhe gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nga ana tjetër, lidhur me pezullimin e ushtrimit të detyrës së antarit të këshillit të ministrave. Kjo është kërkesa themelore që do të krijojë një precedent për të tilla raste. Qeveria referohet tek neni 103.3 e Kushtetutës, që thotë se antarët e këshillit të ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit. Të nen qeveria kërkon ta interpretojë gjykata kushtetuese.
Referuar padis me vendosjen e masës së pezullimit, gjykata e posaçme ndërhyri në mënyrë arbitrare në pavarësinë e vetë veprimtarisë së kryeministrit, i cili përzgjedh kabinetin e tij qeveritar. Ndërsa më konkretisht, qeveria kërkon shfrytëzimin e vendimit të GKK-s për masën ndaluese të pezullimit të ushtrimit të detyrës të zëvendës kryeministrit dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë. Kjo pasi qeveria e argumenton si një akt që cënon garancinë e imunitetit të antarit të Këshillit të Ministrave, parimin e ndarjes së pushteteve dhe kompetencat e organeve që kushtetuta ka caktuar si autoritete që propozojnë, emërojnë dhe miratojnë ministrat në detyrë. Por vendimi më i shpejt që kërkon të merret prej kushtetueses është pezullimi i vendimit të masës së vendosur nga GKK-ja. Nëse gjykata vendos të heqë masën, atëherë Balluku rikthehet në detyrë sërish. Pezullimin e efekteve të vendimit të GKK-s deri në përfundimin e gjykimit të kësaj kërkese nga gjykata kushtetuese, thuhet në kërkesat e ankimimit të kryeministrisë. Vendimin kushtetuesi apritet ta marrë brenda 10 ditëve. Nga kjo e premte që padia e qeverisë është regjistruar në kushtetuese dhe për këtë është caktuar relator gjyqtari Sander Beci. Ndërkohë, pezullimi i zëvendës kryeministres ka lënë efektin e tij të parë këtë të premte kur ishte parashikuar mbledhja e qeverisë e cila nuk u arrit të zhvillohej, ndërsa Rama ishte mikpritësi i liderëve të rajonit dhe komisioneres Marta Kos në një samit të rëndësishëm në Tiranë. Në mungesë të kryeministrit dhe të zëvendës kryeministrit të pezulluar, mbledhja nuk mund të zhvillohej dhe aktet qeveritare nuk mund të firmosen. Ky është rasti i parë kur gjykata kushtetuese do të duhet të vendosë mbi pezullimin nga detyrat të një zëvendës kryeministri dhe ministri, njëkohësisht nga gjykata e posaçme, dhe do të vendosë një precedent për raportet mes pushteteve në Republikën e Shqipërisë. Megjithatë, në gjykatën kushtetuese janë ankimuar dhe janë marrë vendime të tjera që lidhen me masat të sigurisë të vendosura nga gjykata e posaçme. Sali Berisha është një prej këtyre rasteve kur gjykata kushtetuese nuk i ka dhënë të drejtë SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme për masat e sigurisë ndaj tij vitin e shkuar për dosjen Partizani. Kreu të PD-s gjykata kushtetuese i riktheu pasaportën që ju bllokua me vendim të gjykatës së posaçme, duke e cilësuar atë një masë jo proporcionale dhe gjeti të arsyeshme, duke lënë në fuqi vetëm masën detyrim me paraqitje në SPAK që ai vijon ta zbatojë 2 herë në muaj. Pas depozitimit në kushtetuese të padis kundër pezullimit të zëvendës kryeministres Balluku, kryeministri Rama ka shpërndar një fjalim të një njeriu të rëndësishëm të drejtësisë amerikane mbi 8 dekada më parë. Mesazhet e tij për mos ndërhyrje në një pushteti tek një tjetër në një vend demokratik vijnë si thirrje aktuale edhe sot pas një shekulli. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shpërndar një fjalim të ish prokurorit të përgjithshëm amerikan dhe ish gjyqtarit suprem Robert Jackson, pasi kundërshtojnë gjykatën kushtetuese vendimin e pezullimit nga detyra e funksioni të zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Rama shkruan se fjalët e shekullit të kaluar nga Jackson në vitin 1940 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më aktuale se kur sot në Shqipëri, sidomos kur drejtësia ndërhyn në kompetencat e qeverisë. Robert Jackson i mësoi botës demokratike se kur prokurori kërkon njeriu përpara krimit, drejtësia vdes dhe kur një pushtet hyn në territorin e një tjetri, kushtetuta demokratike nuk merr më frym por mbytet. Rama po ashtu shton se drejtësia duhet të jetë e pavarur, por jo e verbër, e të dalë nga kufijtë e saj. Fjalët e tij të kumtuara në mes të shekullit të kaluar mbeten udhërrëfyes për çdo që beson se drejtësia duhet të jetë e pavarur, por kurrë pa përgjegjshme, e fortë, por kurrë e verbër ndaj kufijve kushtetues. Por një mesazh ka edhe për prokurorët e SPAK, kësaj radhe duke cituar vetëm fjalët e Robert Jackson. Një prokuror bëhet i rrezikshëm kur për të goditur një zyrtar do të gjejë edhe gjilpërën në kasht. Fuqia më e rrezikshme e prokurorit është kur ai zgjedh ata që mendon se duhen goditur në vend që të zgjedh çështjet që meritojnë të ndiqen. Një prokuror ka shansin të gjejë paktën një shkelje teknike tek pothuajse çdo njeri. Pasi e konsideroi akt antidemokratik dhe rast unikal në Europë, kryeministri Edi Rama kërkoi të premte në gjykatën kushtetuese shfuqizimin e vendimit të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga detyra dhe zgjidhjen e mosmarrveshjes së kompetencave mes pushtetit ekzekutiv dhe atij gjyqësor pas këtij vendimi. Gjykata kushtetuese ka pranuar këtë kërkesë. Relator është caktuar gjyqtari Sander Beci dhe brenda 10 ditësh pritet vendimi.
Një vit pasi e zbaton rregullisht, Sali Berisha i drejtoi gjykatës kushtetuese përheqjen e masës së sigurisë detyrim paraqitje të caktuar nga gjykata për dosjen Partizani. Kushtetuesja e ka pranuar kërkesën dhe pritet ta shqyrtojë edhe pse një vit më parë i kishte legjitimuar këtë masë. Kërkesa e Berishës për heqjen e masës së sigurisë bëhet pak ditë pasi SPAK e mori në pyetje për herë të parë për vrasjen e 4 protestuesve para kryeministrisë 15 vite më parë dhe ai mund të jetë nën hetim për këtë krim shtetëror. Sali Berisha kërkon shfuqizimin e masës detyrim paraqitje në gjykatën kushtetuese. Një lëvizje jo e rastësishme kjo nga lideri i opozitës, një ditë pasi kryeministri Rama kërkoi shfuqizim të masës së pezullimit nga detyra e funksionit të zëvendës kryeministres Balluku, po në këtë gjykat. Patja e Berishës synon të rrëzoj vendimin e gjyqtarit Engert Pëllumbi në apelin e GKK, që në janar të këtij viti pas lirimit Berishës e zëvendsoi masën e arrestit të shtëpisë me atë të detyrimit paraqitjes për dosjen Partizani. Berisha, i cili po e zbaton rregullisht këtë masë 2 herë në muaj, tani kërkon shpalljen si të papajtueshëm me kushtetutën të kësaj mase ndaj tij dhe kërkon të shpëtojë kësaj baret paraqitjes në SPAK. Gjykata kushtetuese ka pranuar kërkesën. Relatore është caktuar gjyqtarja Fiona Papajorgji. Paralelisht Berisha ka kërkuar edhe shfuqizim të masës arrestit të shtëpisë. Ndonse ajo masi është hequr, më 17 dhjetor gjykata kushtetuese do të mbajë seancën për të provuar nëse ishte kushtetuese apo jo, masa e arrestit të shtëpisë që mbajti kreun e Partisë Demokratike 11 muaj në shtëpi duke mbajtur fjalime në balkonin e katit të 8. Por nëse për masën e arrestit të shtëpisë gjykata kushtetuese nuk është shprehur më parë, në nëntor të vitit kaluar, masën detyrim paraqitje kushtetuesja e legjitimoi. Asoj kohë Berishës ju hoq vetëm masa e ndalimit jashtë shtetit, por për detyrimin e paraqitjes, gjykata kushtetuese arriti në përfundimin se ajo nuk preku funksionet legjislative të kuvendit dhe nuk e pengoi deputetin të ushtrojë të drejtat e tij si deputet. Përjedhoi gjykata një zëri, arriti në përfundimin se në rastin Berisha, kjo masë nuk përbeu kufizim të lirisë personale dhe, përpasoj, nuk u nevojit autorizimi nga kuvendi për zbatimin e saj ndaj deputetit. Por në kohën kur hetimet për 21 janarin kanë përfshirë Berishën dhe gjasat janë të pakta që ai të shpëtojë hetimit të thelluar, ish kryeministri me sa duket kërkon të i dalë të keqes para, të kërkojë në kushtetuese jo shfuqizimin e një mase aktuale, por të ardhme sigurie. Berisha po kërkon t'i lësh SPAK-ut vetëm një rrugë, atë të kuvendit, dhe në këtë rast me gjas, mund të gjejë aleancë edhe për te i gardit të tij. Dhe kështu kemi ardhur në fund të Newsline. Unë juftët klikoni në webin tonë abcnews.al për tjera zhvillime në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Ne do t'jemi sërish bashk në lajmet orës 15 dhe atëherë mirupafshim.